i masës njerëzve që duan të ecin në qytet. Përtej kësaj, unë besoj që është koha që të mendohet edhe ju takon juve që ta mendoni shtrirjen e biznesit më në thellësi për të thyer sezonin dhe për të pasur edhe një deg të bizneseve tuaja turistike e hoteliere në territoret brenda. Flas këtu për zonat e Delvinës, të Finiqit, të Konispolit, ku ka i potencial të jashtëzakonshëm për të ndërtuar agroturizma, për të ndërtuar struktura hoteliere dimrore për shëndetin, për relaksin, për të gjitha ato që janë shërbime që paguhen shumë, edhe që kërkojnë në radhë parë natyrë, kërkojnë mjedise të qeta dhe kërkojnë atë oxhakun me zjarr. Për këtë dhe për më shumë se kaq, keni parasysh që fondi i financimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme që u vu në dispozicion, që është 250 milion euro dhe që është funksional sot nga Banka e Shqipërisë, linja e kredisë e Bankës së Shqipërisë, me 70% garanci për kolateralin nga ana e qeverisë dhe me një interes që shkon nën 3% sot që flasim, është në dispozicion për të bërë të tilla investime. Sepse besoj që është ende mundësia. Keni parasysh që në momentin që ne hymë Bashkimin Evropian, se ne do hymë Bashkimin Evropian, të gjitha pronat do të pësojnë një rritje çmimi 2 fish me një herë, siç ka treguar historia e të gjitha vendeve që kanë hyrë para nesh. Kur Kroacia hyri në Bashkimin Evropian, një muaj mbrapa, gjithçka kërceu 2 fish. Sepse prona e patundshme bëhet objekt interesi për një popullat që është qindra miliona njerëz. Nuk është më interes thjesht vetëm i popullatës që banon këtu, ose i atyre që kanë filluar ta shikojnë Sarandon ose Shqipërinë si një vend ku blejnë, po që janë akoma shumë pak. Janë raste që rriten çdo vit, po janë pak në krahasim me çfarë ndodh kur hyn Bashkimin Evropian. Është njësoj si një qytet i ri t'i shtohet Shqipërisë. Edhe të ketë potencialet që ka Shqipëria. Parafityroni se çfarë interesi do kishte, kur edhe pse dyfishohen, janë prap shumë më lirë se sa që janë në vendet e zhvilluara të Bashkimit Evropian. Kështu që çdo investimi që bëni sot është një investim që jo mbas 50 vjetësh, por mbas 5 vjetësh, mbas 7 vjetësh, mbas 10 vjetësh, dhe ju jeni të gjithë 30 vjeç, 25, 35 këtu, do t'ju kthehet në një mirësi shumë të madhe. Dhe unë do t'ju inkurajoj ta bëni këtë gjë. Tjetra që kemi diskutuar është edhe rritja e gamës aktiviteteve që zhvillohen gjatë sezonit, që Olti ka filluar ti diversifikoj dhe të organizoj më shumë aktivitete dhe të krijoj më shumë arsye për të dalë, për të vizituar, por besoj që ka shumë potencial për të krijuar aktivitete të reja kulturore, artistike dhe për të krijuar guida dhe atraksione të reja duke shfrytzuar çdo potencial që ka këtu. Nuk dua të zgjadem unë më shumë sepse
e kemi organizuar këtë takim edhe si një bashkëbisedim në prag të sezonit. Keni parasysh që për sezonin kemi nxjerrë një vendim të ri për sa i përket shfrytëzimit plazheve, sepse ky ka qenë një problem shumë i madh që kemi pasur në vijim, edhe vitin e kaluar u bë skandal fare me uzurpimin total të plazheve nga subjekte private, në këtë rast edhe nga ju, që t'i themi gjëra siç janë, dhe kemi vendosur një raport të ri në shfrytëzimin e plazheve për t'i dhënë subjekteve private mundësinë që të ushtrojnë aktivitetin e tyre, por për t'i dhënë edhe qytetarëve mundësinë që të kenë plazhin e tyre në rast se duan të shkojnë në një plazh që është publik. Dhe nga ana tjetër, ju jeni shumë të mirëpritur që të kërkoni akoma më shumë, por ne do ta shikojmë njëri tjetrin në sy, dhe këtu e kam fjalën për gjithë ata nga ju që kanë hotele. Do ta shikojmë njëri tjetrin në sy edhe me një buzëqeshje të lehtë që tregon mirëkuptim, do duhet të pranoni që bëni shumë hile me deklarimin e shtretërve të zënë. Që duhet ta pranoni, e kuptoj nga disa fytyra që po buzëqeshin lehtë tani, bëni shumë hile me këtë. Mirë, po çështja është që kjo hile na pengon që të bëjmë më shumë për qytetin dhe për qytetet, sepse nuk i jepet mundësia bashkisë të mbledhi të ardhurat që i takojnë nga okupimi i shtretërve. Nuk mund të pretendojë njeri në Ksamil ose në Sarand që në Korik ka shtretër bosh, se pretendon dot. Po të shikosh deklarimet tuaja, duket sikur jetoni në një krizë permanente. Ne kemi ulur të vëshën enkas për të nxitur formalizimin. E kishim 20% të vëshën, e kemi bërë 6%. Është të vëshëja më e ulët në mesdhe, edhe në rajon, më e ulët se Malizi, më e ulët se Kroacia, më e ulët se Greqia, dhe prap ju bëni sikur s'kuptoni. Megjithatë, për të hyrë në një proces normalizimi të kësaj situate, dhe nga ana tjetër për të evituar atë që unë jam dakord me ju, është gjëja më e bezdisshme që ti je i angazhuar në sezon të bësh maksimumin me klientët, edhe kur të vinte dera inspektorët e fillojnë të trokasin në përdyer për të parë dhomat janë të zëna si janë të zëna, e fillojnë me regjistrat, është bezdi e madhe. Mirë po, si bëhet saj pune? Që edhe inspektor mos vinë, po edhe hilja mos vazhdoj me këto fytyrat kaq të pastra dhe kaq të qeta që bëjnë sikur s'kuptojnë. Atëherë, ne duke bërë dhe një konsultim me ekspertizë ndërkombëtare, kemi vendosur që t'i japim një opsion të gjithë strukturave hoteliere për të pranuar një para deklarim me marrëveshje që për periudhën e pikut të paguajnë, nëse nuk duan asnjë kontroll, të paguajnë 65%. 65% është, besoj, shumë e ulët në raport me të vërtetën, por ne duam që ta fillojmë me 65% uniform, dhe kush paguan 65% të zënë për gjithë periudhën maj-shtator në mos gabohem, nuk ka asnjë kontroll. Por ka mbrapa dhe 30% e periudhës dimrit, që bën një lloj balance për të krijuar edhe mundësinë që të vazhdojnë të mbahen ato minimumet e stafeve etj.
Kështu që të gjithë ata që do ta pranojnë këtë marrëveshje nuk do kenë asnjë kontroll nga ana e tatimeve. Dhe paguajnë 65 dhe 30. Është bërë konsultim me operator, janë parë disa praktika dhe për të mos hyrë me forcë dhe për të mos krijuar shqetësime tek biznesi juaj, se është shumë e rëndësishme kjo pjesë, por edhe për të filluar një formalizim gradual, ky është një opsion që juve mund ta zgjidhni dhe thoni dakord, në rregull. Ose nëse nuk zgjidhni këtë opsion dhe thoni jo, unë nuk e pranoj këtë, atëherë do përballeni me kontrollet që do jenë shumë më të ashpra nga i pamja e sanksioneve. Kjo është gjëja që dhe përgjithsisht është pritur mirë kjo gjë, nuk e di se si e konceptoni ju, si e shikoni ju. Unë e di që ju do donit që ta kishit zero, por kjo nuk është e mundur. Kështu që me këto të dyja besoj që vendosim një lloj rendi punësh dhe patjetër që i gjithë kontributi juaj nga taksa e okupimit të shtretërve kthehet prapë te ju. Nuk diskutohet, sepse është direkt e ardhur e bashkisë që kthehet përsëri për ato gjëra që janë të nevojshme për ju. Është një pjesë, kuptohet, sepse pjesën tjetër e financon qeveria dhe ne do vazhdojmë të financojmë projektet për Sarandën. Janë një sër projektesh që do vazhdojnë të financohen dhe kështu besoj që jemi të dy palët në harmoni dhe arrim qëllimin bashkërisht. Tani, cili do që dëshiron të kundërshtoj ose të aprovoj ose të kritikoj, është i mirëpritur. Ka një mikrofon tjetër? Apo laj thaj këtë kemi olti mikrofon? Po mirë shumë, mirë, jebe pak se kuqezis. English? It's okay? Okay. My name is Jelena Pokrajac. I am from Serbia. I am here with family. 3 years we are here and we open a gym. And we came here first because of climate. Then it was open. It was easy to open business. We didn't have so much things to do. We are happy here. Maybe about some problems. Problems are about staff. To find someone, also our business is a little bit difficult. Machines, we cannot find here people who can repair. That is, we need for everything to call Tirana or to go to Tirana or Greece. But in fact, we are happy here. Okay, thank you. And you dressed the right colors today. I nderuar zoti kryeministër, zoti kryetari i bashkisë, zoti deputet, në radhë të parë dua t'ju falenderoj ju dhe organizatorët e këtij takimi që na ofroni mundësinë që të ndaj me ju historinë tonë. Unë personalisht, quhem Erisa Çakalli, jam vajzë sarandiote, kam kryer studimet e larta në Suedi, vend në të cilin dhe u punësova më tej në universitetin ku mbarova studimet, Lund University, që është një nga më prestigjiozët në Europë.
Mëtej rrugëtimi profesional dhe personal më zhvendosi në Itali, ku punova për disa vite si menaxhere projektesh fillimisht për zonën e Milanos dhe mëtej për të gjithë territorin italian për një kompani amerikane që është lider në fushën e kërkimit shkencor në mjekësi. Më pas kam punuar për UNESCO-n, për një institucion të saj, ICTP, I cili është gjithashtu konsiderohet si AICA e kërkimit shkencor në botë, dhe ky rrugëtim u përmbyll në Rom, pikërisht me këtë punë, dhe pas 13 vitesh, edhe pse isha e realizuar, vendosa që të kthehem në Sarandë, vendlindjen time. Ky vendim nuk ka qenë as pak I lehtë fillimisht, sepse ka qenë I mirëmenduar dhe unë në vazhdimësi gjatë periudhës që kam jetuar jashtë, I kam ndjekur zhvillimet që ka pësuar Shqipëria vitet e fundit dhe sa herë që kthehesha këtu shikoja ndryshime për mirë dhe gjithë potencialin që kishte dhe vendosa që të kthehem dhe besoj e ndaj këtë gjë dhe me të tjerë që kanë qenë në situatën time. Hapi I parë ishte të pranonim një të vërtet të hidhur, se shumë problematika të cilat neve fillimisht na shtyn që të largohemi nga Shqipëria, që mendonim se ekzistonin vetëm në Shqipëri, I hasëm po një lloj edhe andej. Dhe kur ti përballesh me këtë realitet dhe këtë të vërtet, është edhe më e lehtë kthimi këtu, sepse do që atë kontribut ta japësh në vendin tënd më mirë se sa jashtë. Unë këtu kam fatin prej 3 vitesh të menaxhoj një hotel, I cili është pjesë e historisë së qytetit, sepse është nga strukturat akomoduese të para në qytetin e Sarandës, prej vitit 92, dhe unë jam brezi I tretë I cili e kam trashëguar dhe prej 3 vitesh po investoj dhe po e zhvilloj pronën sipas vizionit tim. E di që fokusi për të gjithë ne, sidomos në Sarandë, është tek fusha e turizmit, sepse është industria që ka marrë më shumë hovë dhe zhvillim në rajon dhe në qytetin e Sarandës, por absolutisht mendoj që ne që vim nga jashtë dhe që kemi eksperiencë tjetër, mendoj që duhet të fokusohemi sidomos edhe tek pjesa e shërbimit nëpërmjet teknologjisë, që është një fushë ku personalisht kam në plan dhe dëshiroj që të investoj, sepse absolutisht është shumë e rëndësishme fakti që kemi hapur biznese në hoteleri, por shpeshherë më njanohet pjesa e lehtësimit të këtyre shërbimeve për të huaj të cilët mbase duhet të kenë akses dhe nëpërmjet teknologjisë, aplikacioneve për të lehtësuar këtë eksperiencë dhe shërbime. Mendoj dhe kam bindjen që historitë e suksesit nuk zhvillohen vetëm jashtë, megjithëse ne si shoqëri kemi pak këtë perceptim që shqiptarët bëjnë të suksesshëm vetëm kur shkojnë jashtë, por të gjithë ne këtu jemi një shembull, besoj, që historitë e suksesit mund të zhvillohen edhe në Shqipëri në momentin që ne I shikojmë të gjitha mundësitë dhe potencialin që na rrethon. Dhe uroj që ky takim të bëhet një burim frymëzimi për shumë nga ata që si mua dhe si ne kanë qenë në dilemë për të rikthyer apo jo. Shumë faleminderit. Dua të shtoj edhe diçka që keni parasysh se mbase emri ju krijon një ide të gabuar, edhe pse ligji që ne kemi kaluar me emrin paketa e maleve I referohet në radh par maleve, patjetër, por në tërësi është një ligj që I referohet territoreve të brendshme të vendit, që do thot edhe territoreve brenda gjithë rajonit, po themi Sarandë, duke ku përfshihen Delvina, Konispoli, Feniqi, dhe ku ka një potencial të madh për të investuar. Dhe keni parasysh që në ligjin me emrin paketa e maleve, e para, edhe pse këtu është pak më ndryshe, megjithatë jo komplet ndryshe, mjafton një dëshmi e miratura nga Këshilli Bashkiak për sa I përket pronës, që mund mos ketë hipotekën për shkaqet që I dim që lidhen me 7501, dhe mjafton ajo dëshmi për të marrë me njëherë
për të bërë më njëherë marrëveshjen me shtetin, për të marrë lejen e ndërtimit dhe për të filluar investimin. Marrëveshja bazohet tek një transakcion simbolik me €1, ndërkohë që ajo pronë është e jotja ose e atij me të cilin ti ke bërë marrëveshjen tënde për investimin, dhe në momentin kur mbaron investimi, prona është e jotja e hipotekuar. Dhe çdo lloj problematike që me gjas mund të lindi më pas, nuk s'ka lidhje me ty, është një problematikë që e trajton shteti me çdo që mund dali si pretendent. E dyta që duhet keni parasysh është që 500 të parët që do të futen në aplikim për të zhvilluar një pronë për agroturizëm, për agropërpunim, ose për çfarëdo zhvillimi tjetër me natyrë rurale që kërkon një investim, po kryesisht për agroturizëm, do të ketë një periudhë 10 vjeçare pas një taks, pa të vëshë, pas një taks, dhe jo, për të vëshë më duket se është 6%, është 6% për arsye të qenit në sistem, po pas një taks. Dhe 501 pastaj do paguaj taksën normalisht siç paguani dhe ju në hotelet tuaja. Kështu që shikoni këtë si mundësi. Dhe përsa i përket asaj që tha Vajza, unë jam 100% dakord që patjetër që kur shkon jashtë ose kur je jashtë, ka disa gjëra që janë të stabilizuara, por nga ana tjetër horizonti nuk është i hapur. Ndërsa këtu mund të ketë akoma disa gjëra që nuk janë të stabilizuara, por horizonti është i hapur, dhe siç tregon historia e secilit për jush, për ata që kanë vizion, ide dhe kurajo, Shqipëria është vendi ideal për të investuar, sepse të jep mundësinë që pastaj të fitosh shumë më tepër se mund të fitosh duke qëndruar jashtë dhe duke punuar për tjerët. Aq më tepër që ju e dini më mirë se sa të gjithë të tjerët, që sot juve në strukturat tuaja jepni paga që janë 100% konkurruese me pagat e Greqisë për të njëjtat punë. Me që jemi tek agroturizmi dhe turizmi i qëndrueshëm, këtu kemi edhe një pjesëtar të një biznesi që është një agroturizëm në Finiq, ku unë personalisht e di shumë mirë dhe jam munduar ta promovoj, pavarësisht se ishte rreth 2, do mundoj të jap fjalën dhe atij, sepse ja vlen të promovojnë këto biznese familjare të cilat ndërtojnë atje ku realisht është e vështirë. Përshëndetje, unë që jam Francesco Tamo. Në zonën e Finiqit ne kemi një biznes familjar në sektorin e kulinarisë. Ushqimet që ne ofrojmë atje janë ushqime shqiptare 100%, gjëra tradicionale do me thënë. Unë kam investuar në atë zonë pasi jam kthyer në Gjermania, edhe shumë mirë, shumë mirë. Ne kemi rreth 1 vit e gjysmë që operojmë atë biznes, edhe jemi shumë të kënaqur nga progresi që. Po, patjetër. Po. Edhe në zonën tonë munduemi, do me thënë, që të sjellim sa më shumë turist, ta zhvillojmë atë zonë në sektorin e turizmit. Gjithashtu atje po ndërtohen bujtina, do me thënë, bizneset po marrin hovë, janë duke u zhvilluar. Edhe jam i lumtur, do me thënë, që kam investuar në vendin tim edhe shpresoj që të bëj një progres sa më të madh, do me thënë. Edhe ta zhvilloj atë zonë. Faleminderit. Përshëndetje, se kaluat gjithve.
Mirë, faleminderit. Unë quhem Andon Gazaqi, me risën kemi qenë në klasë dikur, po më mbas rrugët tona u ndan, është ajo shpreha që bari duket më jeshil në baçën e tjetrit. Kështu ne vajtëm në kërkim të barit jeshil, po që kuptuam që bari sa më shumë i afroheshim, aq më shumë ndryshonte ngjyrën. Unë isha në Amerikë për 7 vjet. Aty pata fatin të krijoj një biznes timin brenda 2 vitesh, domethënë kur arrita aty unë as nuk flisja gjuhën angleze as një gjë, mësova gjitha eca shpejt dhe arrita diçka shumë shpejt, që të tjerët mund të arrin për 10-12 vjet, ndërkohë janë bërë me fëmijë dhe peshat janë më të rënda dhe se kanë mundësinë të kthehen. Unë këtë gjë pash në një kohë të shkurtër dhe arrita të kuptoja që me atë punë dhe me atë forcë dhe me atë kohë të harxhuar aty, nëse ne harxhojmë këtu te vendi jon, mund të kemi të njëjtat rezultate, ndoshta edhe më të mira. Nga ana tjetër kemi gjithë shokët, kemi gjithë familjarët. Unë nuk mendoj se ja vlen të sakrifikojmë jetën tonë, ta jetojmë në vetmi, se njerë jetojmë, ta jetojmë vetëm për 2 të ardhura më shumë ose më pak, s'ka rëndësi se në fund s'marrim gjë, dhe këtë ta krahasojmë me momentet që mund të ndajmë ditë për ditë me shokët tanë, me familjet tona, me të afërmit tanë. Kjo është një histori personale, unë mba nënën para një muaj e pak, dhe do ishte më mirë të kisha kaluar ato 7 vite më shumë me atë se sa në një vend tjetër. Nejse, para se dikja me një shokun tim të fëmijërisë kishim një ëndër të krijonim një restorant bashkë. Unë vajta andej krijova restorantin tim, ai krijoi restorantin e tij këtu dhe tani që u ktheva, investon së bashku dhe kemi krijuar një restorant mjaftueshëm të madh në shëtitoren e Sarandës, në të cilin në pikun e sezonit, domethënë në gusht, ne punsojmë diku te 50 persona. Siç e thatë edhe rogat janë, kur ata miq tanë nga Greqia i dëgjojnë, thonë të vim dhe ne të punojmë aty te juve, se janë me të vërtet roga të mira. Dhe po ta mendosh, domethënë të vi dikush të ngrënë të pirë çdo gjë e paguar, akomodimin, të punoj një sezon edhe të iki me 20.000 euro, 30.000 euro në shtëpinë e tij, unë nuk mendoj se këto lekë ai mund t'i kursej në Gjermani ose në çdo vend tjetër. Përveç kësaj, unë dua të them që dhe Shqipëria në momentet e sotme, ose në momentet që unë u ktheva, kishte krijuar mundësitë që unë të kthehesha, që unë të investoja dhe të prisja të merrja diçka mbrapa nga investim. Jam munduar çdo njeri që njoh, çdo shokun tim ta kthej mbrapa, si për të mirën e tij dhe për të mirën e të gjithëve, të kemi njëri tjetrin afër. Mundohem domethënë ti pjesë që të gjithë që pse ikni, çka kërkoni, dikush thotë që ti flet kështu tani se ke në rregull, thotë vajte i bre lekët, erdhe jo dhe këtu, po ne. Unë kam një përgjigje tjetër për të. Familja ime ka pasur një biznes, një pasticeri këtu në Sarandë, pasticerinë e parë. Dhe unë do e kisha mësuar atë zanat. Para se të merrnim këtë restorantin, një bear, më thënë një sezon, ishte bosh për mua. Dhe mendova të zhvilloja aktivitetin e prindërve të mi, cili që mbyllur. Dhe hapa një punishte, në fakt, furnizoja restorantet, të flasim hapur, domethënë, unë investova një diçka shumë të vogël që kushdo mund ta investoj, 10 ose 20.000 euro dhe nxora 60.000 euro që sezonin e parë. Që unë them që pse duhet të ikësh jashtë dhe të punosh dhe të sakrifikosh, të jetosh 10 veta në një shtëpi, ku diun çfarë bëjnë. Po ti ja punë, ti ja punë, ti jesh, besoj se çdo njeri ka një shok i ka 10.000 euro. Dhe po si ka njeri, ka nga 2.000 t'ja japi. Është e thjeshtë i 60.000 euro. Mendoj unë. Qofse njeriu ka dëshirë të punoj dhe atë mundësi mund ta ketë tu 10 herë më të mirë në një vend tjetër. Ky është opinioni im. Të gjitha i kam me fakte këto që po ju them, kështu që po keni ndonjë njeri thojeni të kthehet se jemi mirë. Tani, me gjishim të këta të këthyret e Amerikës. Ku vajti Martioni? Vajti Kësamil se... Kësamil e se...
Tani me që ishim të Amerika dhe jo të gjithë patjetër në shërbim, ne kemi edhe ndërtim Saranda, kështu që një nga djem që lehet ka lënë Amerikën dhe ka artu dhe merret me real estate, me imobiliare, më shumë do flas vetë. Përshëndetje zoti kryeministër, përshëndetje të gjithëve. Quhem Romeo Dauti. Kam jetuar 17 vjet në Amerikë, jo pak, pjesa më e bukur e jetës aty. Dhe jam kthyer para 10 vjetëve, merrem me imobiliare dhe me ndërtim njëkohësisht. Ka qenë shumë e vështirë kur flisje me njerëzit këtu, je i çmendur që je kthyer nga Amerika. Po ju betojmë që kam punuar 18-19 orë me 2 puna. Dhe po ti punosh ato sot këtu në Shqipëri, mund të marrësh shumë herë më shumë se si në Gjermani dhe këto vendet. Amerika njëri është një fabrik pune që shkon punë shtëpi. Nuk e kuptojnë njerëzit. Këtu pim kafen, bëjmë jetën si na do qefi dhe eki 10-15 herë në vit me pushime. Ikim nga hera me pushime dhe e njëjta gjë që tha djali, gjithë paraforcit thanë gjërat më të sakta. Këtu është vërtet një Amerikë e vërtet. Amerikën e gjeta këtu. Shkova në ëndrrën time në Amerikë dhe e gjeta këtu. I bëj thirrje vërtet shumë njerëzve që të kthehen, sepse këtu ka shumë opsione, shumë mënyra për të bërë sukses. Tani për sa i përket ne kemi një takim të parë me turistët, duke parë që punojmë me turista, me të ardhur nga jashtë. Ne kemi kontaktin e parë, promovojmë Shqipërinë me panaire. Ortaku tim është nga Polonia dhe ka jetuar në Amerikë. Po, është ortaku tim ka jetuar në Amerikë dhe është kthyer, ka marrë rezidencën, punon këtu me familje. Ka dhe shumë të tjerë të huaj që kanë ardhur në Sarandë që po punojnë dhe kanë shumë sukses. Tani, ka dhe problematika të infrastrukturës për sa i përket në Shqipëri, edhe unë kam folë dhe me Oltin, dhe njoh Oltin personalisht. Një nga problemet që besoj që duhet zgjidhur një orë më parë për Sarandën, që të themi dhe ato të këqijat, është që duhet të rregulluar ujë një orë më parë. Të ketë 24 orë ujë, pasi ujë derdhet në kanalin e Çukës shumë afër, kemi ujë nga ana tjetër, na ka ndodhur shumë ankesa që shkon lahet tjetri bën dush dhe mbaron. Po s'pate pompa këtu, po s'pate depozita, Saranda është e mbaruar. Dhe është një qytet që shkon mbi 100.000 turista gjatë verës, kupton? Është diçka që duhet marrë parasysh. Infrastruktura është një nga gjërat më të rëndësishme që duhet të zhvillohen rrugët, të asfaltohen të gjitha lagjet, pasi turistët shkojnë edhe në rrugën e 5, rrugën e 6, ku rrugët janë të pa pastra apo të pa mbaruara, të themi. Olti besoj ka bërë një punë fantastike në shumë investime në disa rrugë që janë të asfaltuara nëpër lagje. Por ka akoma për të bërë. Ju falenderoj, gjithë të mirat. Tani me që përmendë problemin e ujit dhe ai është nuk është problem vetëm në Sarandë, ky është problem pothuajse në gjithë Shqipërinë. Realisht Saranda në planin e furnizimit me ujë ka përmirësime të vazhdueshme gjithë këto vite. Janë disa investime që u bën vjet, janë bërë par vjet, po bëhen tani në Ksamil. Uji 24 orë akoma nuk e kemi mundësinë, por prurjet e ujit këtë sezon do jenë shumë më mirë nga që ishin vjet, sepse fal disa ndryrave që kemi bërë në furnizimin me ujë, në shtimin e kapaciteteve dhe investimin e ri që bëm vjet tek le të themi të Baba Recep, shpëtoi gjithë kjo pjesa e qytetit të tij, kështu që çdo vit do jemi mirë, por patjetër finalja është uji 24 orë që do kohën e vet. Jemi shpresë plot që do realizohet ajo. Për çështjen e ujit duhet të them që është nga një pamja e volumit investimit dhe nga një pamja e kompleksitetit vërtet një çështje jo e lehtë, por keni parasysh që kur ne kemi marrë detyrën, kishte vetëm 4 zona urbane Shqipëria
që kishin ujë 24 orë, vetëm 4. Ujë 24 orë nuk ka pasur asnjëherë në Shqipëri as në kohën përpara. Sot jemi me 43 zona urbane dhe 98 rurale ku kemi ujë 24 orë, por kemi 11 të tjera në kantier dhe janë edhe plus 5 pastaj që duhen filluar investimet. Në Sarand kemi fokusin për ta realizuar këtë gjë se është domosdoshme, jam shumë dakord. Janë bërë disa investime në vazhdimsi, por të pamjaftueshme, edhe për një arsye tjetër se këtu në ndërkohë që ti rrit furnizimin, rritet edhe kërkesa, domethënë si thua na ka vënë përfund kërkesa në mënyrë të vazhdueshme, është ana sfiduese e një kërkese të rritur, por që jam absolutisht 100% i bindur që ajo që the është shumë thjeshtësisht e nevojshme. Edhe do e kemi në fokus patjetër. Dhe qëllimi është që me mandatin e 4 të mbyllet kjo historia e ujit dhe kemi mundësinë ta mbyllim sepse kemi dhe financimet, kemi dhe plan dhe projektet, kështu që çfarë ka mbetur do mbyllet. Nga ana tjetër, ajo që the për që Amerika është këtu, në një kuptim është shumë e vërtet. Është shumë e vërtet për faktin që ka akoma shumë hapësirë të pa sistemuar me rregulla. Pra, në momentin që ne hymë në Bashkimin Evropian, këto hapësira do jenë më të sistemuara dhe kjo ka të mirën e vet, po ka edhe këtë pjesën tjetër pastaj që këto fitimet e shpejta bëhen më të vështira. Dhe ajo që tha djali është absolutisht e vërtetë. Në Amerikë akoma sot nuk diskutohet që mund të arrish të fitosh edhe të kursesh. Në Europë, domethënë të jesh një emigrant ose më keq akoma dikush që shkon atje dhe nga që s'ke pasaportë europiane, megjithëse shkon atje pa vizë, s'ke leje qëndrimi dhe duhet kërkosh azil. Edhe dhe pritë azilit të fillosh një punë, edhe të pretendosh që do kursesh, është e pamundur. Është absolutisht e pamundur. Sepse situata në vendet më të zhvilluara të Europës është e tillë që nuk e krijon më këtë mundësi për shkak të kostove të jashtëzakonshme në raport me çfarë fitohet edhe ajo që the, unë e kam dëgjuar eksaktësisht njësoj nga djali që me shumë bujari më bëri shoferin, se u zditi hap makinës, më bëri shoferin në Londër, një shqiptar nga Marsia e Madhe që ka shkuar për shumë vitesh, ka ndërtuar një kompani shërbimi me vetura, që 130 veta në punë, gjitha llojet e komsive, edhe më tha sot që unë kam kompanin, tha, po sot që të mbjetosh këtu si huaj, pa 2 punë në ditë, është harohe. Dhe po të them, tha, të mbjetosh, nuk po të them të jetosh, sepse me 2 punë në ditë, që do shkosh në 6 mëngjesit, se sa të shkosh deri te puna nuk është si këtu, që e ke punën te ana tjetër e rrugës, dhe do kthehesh në 10 të natës, në 11 natës, dhe thjesht do kesh mjaftueshëm që të mbyllësh muajin. Muajin tjetër do të fillosh nga e para, nuk ka shans që të bësh më shumë se kaq.
përjashtu ata që bëjnë punëra shumë specifike, që arrin të shkojnë shumë lart etj etj. Po flasim për ndërkohë që këtu është hap dhe mundësi në rast se i drejtohesh sektorit privat. Dhe më tepër akoma, unë besoj që miniera e pa shfrytzuar këtu është fshati. Kush ka në fshat një tokë, kush ka në fshat një rënoj, në qartë do fshatit Shqipërisë, më i largët i mundshmi, nuk ka rëndësi, por më i largët i mundshmi. Dhe rri andej, në vend që të vi edhe të hapi një derë atje dhe të presi e të përcjell njerëz, do në bën gabim të madh, sipas meje. Ose më saktë i bën llogarit shumë gabim. Sepse duke hapur një derë, sepse ajo që ka Shqipëria që është bekim, është që kudo është e bukur. Dhe në momentin që ti hap një derë sado larg, me këtë turizëm që kemi ne, do gjenden njerëzit që do vinë atje. Dhe njerëzit do vinë atje, do ta sillin atje ty tregun. Ndërkohë që nëse ti mendon si të bësh bujqësi atje, mund të jetë komplet e pamundur. Por ama nëse ti bën turizëm atje, është gjëja jo vetëm e mundur, por gjëja më e bukur që mund të bësh. Dhe prandaj u thash që duke parë dhe çka ka ndodhur përpara në vende të tjera, juve që jeni këtu baza e këtij turizmit urban dhe që keni mundësi të vazhdoni të investoni, përveç investimeve të tjera që mund të imagjinoni këtu në Breg, nëse shkoni futeni në fshat tani, sot, pa pritur që të hymë në BE dhe të vinë shokët e ati pastaj nga Polonia edhe nga Hollanda dhe ti marrin ti bëjnë gjërat atje, se pastaj ata janë njësoj si ne, mirë po ata vinë me të tjera forca, sot do bëni një investim që do t'ju shërbej shumë sot dhe nesër nëse e shisni, do jetë shumë më shumë se sa pasqëria. Besoj. Përshëndetje, zoti kryeministër, unë përshëndes së gjithëve juve, unë quhem Brunilda Barjami, vi nga Greqia, kam 1 muaj, kam hapur një restorant italian, kam punuar 23 vite në Greqi, në Janin, do të thoshja që këtu gjërat janë shumë mirë. Punë e parë, do të lutëshja të gjithëve shqiptarëve të kthehen në vendin tonë, se atje është shumë keq, për mendimin tim, dhe këtu i shikoj gjërat shumë mirë. Për rrogët, do të thoshja që atje vetëm të jetojnë, lërës se të shtonë të tjerët. Kurse këtu, tani, që jam futur në biznes dhe biznesin e menaxhon djali, më thot që punëtorët që kërkojnë, janë rroga, tu kërkojnë në rrogën shumë të madhe nga Greqia. Do të thoshja vetëm këtë, për punëtorë është pa keq këtu. Jemi lidhur me zonjën drejtoresh që mase na ndihmon që të na gjej punëtor në shkollën profesionale të turizmit. Këtu kisha. Ju faleminderit. Përshëndetje, unë quhem Bardha, jam 25 vjeç dhe tashmë po bëj 2 vite që jam kthyer në Saran përfundimisht. Do të doja të ndeja me ju një histori personale. Si çdo 18 vjeçare besoj që mezi pret të largohet nga rrethi, të jetoj jetën e Tiranës, të ndryshoj jetën monotone, edhe unë atë dëshirë kisha. Shkuam në Tiranë, pasi bëra bachelorin, aktualisht menaxhoja dhe një biznes shumë të suksesshëm në Tiranë dhe mendoja të bëra dhe një vjeçare për menaxhim biznesi. Më pas, pavarësisht se gjërat i kishim shumë mirë në Tiranë, nga të gjitha anët, ka qenë ajo periudha që ishte si trend emigrimi, thash ta provonim dhe ne. Aplikova në një universitet në Rom për të bërë masterin.
Isha shumë entuziaste në